Përshëndetje, uroj të jeni mirë. Sot do të flisja për rëndësinë thelbësore që ka e tashmja në të ashtu quajturën jeta jonë. Ne jetojmë në një kohë mendjesh shumë të trazuara, në një kohë shpërqendrimit të lartë, në një kohë përmbushjesh boshe me pritshmëri të larta, në një kohë shumë më shumë në tentativë për shkëputje nga vetja, duke kërkuar një përmbushje në gjëra, aktivitete në sipërfaqe, duke humbur atë pak lidhje, harmoni brenda vetes. E tashmja apo e brendshmja jonë, sido që ne t'i vëjmë emër, ka rëndësi, shumë rëndësi në jetën tonë, sepse të paktën nga ana teorike po mundohem të ju shpjegoj të pashpjegueshmen lidhjen, harmoninë që na jep lidhja me të tashmen, të